225 nxënës nga 18 shkolla të qyteteve të ndryshme të vendit, pjesë e programit Kompanitë e Nxënësve të Junior Achievement of Albania, prezantuan në pedonalen e Shkodrës 45 kompani të krijuara nga vetë ata, pas një udhëtimi disa mujor në zbatimin e këtij moduli me zgjedhje në shkollat e tyre. Ky aktivitet tashmë një traditë, prej 14 vitesh, u ofron të rinjve një mundësi unike për zhvilluar aftësitë sipërmarrëse dhe për t'u përgatitur për tregun e punës. Ata përfshihen në procese praktike si menaxhim financiar, krijimi ideve inovative, punë në grup, marrje vendimeve dhe drejtimi i suksesshëm i një kompanie. Produkti jonë në fakt është një produkt për mbrojtjen ekologjike, është një produkt i ardhur nga floku i njerëzit dhe ndihmon për të pastruar vajrat, pra dëmtimet ekologjike, ndotja nga vajrat, karburantet e të tjerë. Kalan e Elbasanit e kemi bërë në mënyrë smart, kemi një rrugë aty që nizet furnizohet nga një panel diellor që ta bëjmë me energji jeshile. Me anë të partneriteteve që kemi me supermarketet, ju mund të ricikloni kanaçet ose plastikën e të tjerë, edhe mund të përfitoni ulje tek supermarketet partnerë, të cilët ne kemi kryer partneritet. Që këto vitet e sotme, plastika është bërë një burim i ndotjes të ambientit, gjithashtu dhe njerëzit nuk kanë një motivim për të bërë reciklimin, kështu që ne të dyja, domethënë dham një zgjidhje. Në rast të parë krijuam një aplikacion që lidhet direkte me makinerinë tonë. Edhe pikët që neve do fitojmë nga riciklimi, do shkojmë dhe le të themi japim në marketet partnere për zbritje. Kemi zgjedhur për të krijuar disa bora ekologjike, kemi marrë fruta dhe perime, lëvozhet e tyre, i kemi qiruar, kemi futur uthull, niseshte dhe duke bashkuar me anë të mjaltit, i kemi bërë si tip borësh ekologjike. Gjatë vitit shkollor 2025-2026, moduli Kompanitë e Nxënësve është zbatuar në 42 shkolla të arsimit të mesëm, ku mbi 1850 të rinj me mbështetjen e më shumë se 56 mësuesve kanë fituar njohuri dhe aftësi që do t'i shoqërojnë në rrugtimin e tyre. Njërisi këtë vit është përfshirja për herë të parë në kuadër të kurrikulës me zgjedhje e 16 kompanive nga 7 shkolla të arsimit dhe formimit profesional. Festivali rajonal i kompanive të nxënësve, Junior Achievement of Albania, organizohet fal mbështetjes së Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Bashkinë e Shkodrës dhe një sër institucionesh të tjera.